Me rastin e 28 nëntorit, ditës së flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, bashkëdhetarët nga fshati Debreshi i Gostivarit u mblodhën në Zvicër për të nderuar një nga datat më të shenjta të kombit shqiptar. Me zemrat plot mall për vendlindje dhe krenari për rrënjët e tyre, mërgjimtarët organizuan një fest madhështore që shndërroje Fretikonin në një Debresh të vogël në zemër të Europës. Organizimi u realizua nga Qendra Integruese dhe Kulturore IKD Debresh me selinë e Fretikon, një qendër e themeluar 7 vite më parë që sot numëron mbi 600 anëtar dhe zhvillon aktivitete të shumta kombëtare, kulturore e fetare. IKD Debresh është kthyer në një vatër të gjallë shqiptare ku funksionon klubi i komunitetit, një faltore për besimtarët musliman si dhe hapësira të dedikuara për aktivitete të gjitha moshave. Kryetari i qendrës Muzafer Zulfiqari shprehet me krenari se komuniteti po rritet çdo ditë më shumë dhe se Fretikoni tashmë është bërë si një Debresh i vogël. Qendra është që prej vitit 2017, dhe me thonë me 2016 kena fillu, me organizu me do shok me kolektemi, që ka pas prej fillimit. Kena qenë 7 veta, tani kena fillu me 49 anëtar si fillestar, tash elhamdulillah, momentani kena 560 anëtar të rregull që i kena këtu. 4 vitet e para kom qenë si kryetar, si iniciator i kësaj qendrës, si që tash fillim me kolegët e mi, kom dëshirë dhe ti përmes edhe emrat ative që dihet se kush janë ato. Është e Haxhi Afrim Ismani, është e Pajazit Bajrami, është e Bashkim Ismani, Kurtali Hasani, Basri Hamzaj, Gjumanedin Hamzaj dhe une. Po njëkohësisht e kena pas ndihmën edhe nga vendlindja, nga Hoxha Jani Nderoqi që kena ta si imam, dhe ai ka qenë bashkërisht me ne si iniciator dhe me hoxhallarët e fshatit Debresh, me thonë si fillestar. Tani, mbas 4 vite, me thonë, kishte zgjedhje të reja, u zgjodh Haxhi Tofik Ademi si kryetar, mbas atij prap kandidova si kryetar, prap u zgjedha si kryetar, që tash këto 2 vitet, inshallah kalojmë më herë dhe më atje, edhe pasardhësit që të vinë pas mije, inshallah ato do të jenë edhe më të mirë se ne deri tash kena po këtë punë. Festa qendrore u mbajt në qendrën kulturore dhe sportive Grijes, ku më shumë se 1000 pjesëmarrës, shumica prej tyre Debreshas, e festuan ditën e flamurit me atmosferë të paharrueshme. Disa kishin ardhur jo vetëm nga Zvicra, por edhe nga Gjermania e Austria, për të qenë pjesë e kësaj dite të veçantë. Programi artistik që zgjati disa orë u pasurua me këngë, valle, skeçe humoristike dhe recitale që mbushën skenën me emocione. Organizatori kishte sjell nga vendlindja artist, këngëtar dhe nxënës të shkollës fillore Fajkonica të fshatit Debresh, të cilët sollën ngjyra të traditës dhe kulturës shqiptare. Djerja që babës me gjeni, ta largohë.
një disë të Po, përre kishtë i shumë, të madhe, e ndajnë atë, shkajtë në pacin ndajnë, në razë. A të rëndë nësë? E kam qenë dykanin këtë, se këto në punon po. Fantastic. Çfarë do të thotë se shumë biznes? Jo, nëse nuk ka problem. Ama dashnoj paras që tha kemi pas. Në skenë shkëlqyen edhe fëmijët e Mërgatës, të përgatitur nga imami i IKD-s, Imer Alili, të cilët recituan me pasion poezi kushtuar festave të nëntorit. Ata edhe pse lindur e rritur larg dheut, dëshmuan me plot krenari se gjua dhe identiteti shqiptar jetojnë në zemrat e tyre. 28 nëntori, në 28 nëntor, dita e lavdis. Shqipëria zgjohet me krenarinë e zemër, flamuri valvitet lart në qiell, pavarësia në dhuron një ëndër të re. Edhe pse e vogël jam, shumë butësim në zemër kam, për nëntorin të këndoj, që atë unë të ndëroj. Të gjithë të thonë të dua, sa nuk të themi dot, me asë një vend qetër nuk të ndëroni botë. Nënkryetari i IKD Debreshit, Mini Pamzaj, tha se nga vendlindja kishin pritur mbi 60 mysafir për këtë aktivitet, mesin e tyre dhe një ekip nga televizioni Globi, i cili tashmë po organizohet më shumë sukses për të dytin vit radhazi. Ai premtoi se festa do të vazhdojë çdo vit për të bashkuar Mërgatën dhe për të mbajtur gjallë traditat shqiptare. Kjo është e viti ditë që ne organizojmë festën e flamurit, si shenjë, festë flamurit 28 nëntorin, ku nga vendlindja jonë kemi thirrë me të vërtet shumë artist, këngëtar, nxënës të shkollës fillore Fajkonica Debresh, dhe dua t'i falenderoj përzemërsisht të gjithë ata që kontribuan që këto manifestime të mbajnë çdo vit. Është di viti ditë me radhë si Zeka dhe shpresojmë që mos jetë e fundit të vazhdojmë me këto. Çdo vit shtohen njerëzit, dikund këtu kemi kapacitet deri 1.500 vetë që duhet vinë këtone. Është me të vërtet një atmosferë shumë e mirë dhe shpresojmë të kalojmë sonde sa më mirë. Ky manifestim i mrekullueshëm i Mërgatës Debresha se në Zvicër është një dëshmi e fortë se shqiptarët, kudo që të jenë, i ruajnë dhe kultivojnë me dashuri e rrënjët, kulturën dhe historinë e tyre. Festa e flamurit në Efretikon tregoi edhe një herë se mërgjimtarët tanë nuk e harrojnë atë dheun dhe se përmes aktiviteteve të tilla forcojnë lidhjen ndërmjet tyre dhe brezave të rinj, duke mbajtur gjallë shpirtin shqiptar përtej kufive.